Po më jetoj me veti 7 që jam. 5 kalamajt dhe unë burë grua. Me kallçuqe, plastike po punojmë. Po më jetojmë. Shteti nuk vetë dorë mbi ne. Përveç punës tuaj që mblidhni kështu kanaqe gjëra, keni të ardhur të tjera? Jo, asnjë të ardhur, vetëm me një ndihmë ekonomike. Edhe ajo s'po del me ndër muhabeti për biblina për kalamajt. Qa moshe i kesh të 5 fëmijët? I kam të mitur. Djalin e madhe kam 9 vjeç, pastaj të tjerët janë të vegjël. Nuk kam mundësi ekonomike, s'kam fuqi. Në shkollë çon djalin? Po. E çoj, është klas 4 si vjet. Mezi po e përballoj. Edhe ato kanazhe që po shesim sa nxjerrim bukë gjell. Se gjë tjetër nuk nxjerrim dot. Për shtëpia s'bëhet fjalë që të mund të bëhet. Jo. Për shtëpi pranë institucioneve vendore që ndihmojnë me një bonus qiraja apo për të bërë. Na është me bonus qiraja, po nuk kanë ai për mundësia, sepse tjetri nuk të lë shtëpinë në atë se dua unë. Tani shteti pak të mendoj për ne të paktën. Se ne jemi halli xhinj, kur vin ponat ke zgjedhjet e këto vinë me vrapata na e kërkojnë. S'po bën një rrugë. Kënaqësi që të pronësojmë këtë ditë të rëndësishme për komunitetin rom, ashtu siç edhe e thatë, 8 prill është një nga ditët më të rëndësishme për komunitetin rom, është një ditë simbolike e cila ka rëndësinë e vet për gjithë komunitetin rom kudo që jetojnë. Është një lëvizje e madhe që ka nisur për komunitetin rom që në vitin 1967 të disa vende të Evropës dhe e cila u finalizua më 8 prill të vitit 1971 në Londër, ku 20 delegatë nga gjithë shtetet e Evropës u mblodhën dhe organizuan kongresin e parë të komunitetit rom. Kongresi i parë i romëve që është shumë i rëndësishëm sepse morën disa nga vendimet më të rëndësishme për komunitetin rom, siç ka qenë vendosja e termit rom, e cila nuk duhet që të romët të etikoshin nga epitete nga më të ndryshme, kështu që termi zyrtar i romëve është rom. E dyta kishte të bënte me vendosjen e hymnit kombëtar të romëve, i cili quhet Gelem në gjuhën rome dhe në gjuhën shqipe thotë shkova. Si dhe vendosja e flamurit të komunitetit rom, e cila ka 3 sfonde, sfondi blu, jeshil dhe në mes është një rrotë dhe sfondi blu është qielli, jeshil është toka dhe rrota në mes simbolon lëvizjen e pareshtur të komunitetit rom, i cili kërkon përparësi, mirëqenie, zhvillim dhe integritet. Mbështetje të gjithë shoqërisë civile shqiptare dhe jo shqiptare kudo që romët jetojnë, sidomos e pushtetit qendror dhe lokal, të kenë vëmendje të rëndësishme për këtë komunitet, sepse pa një mbështetje nga të gjitha pushtetet, komuniteti rom nuk mund të zhvillohet dhe të integrohet pa përkrahur ty. Përtej detyrë që ka vetë komuniteti të integrohet brenda vetes dhe normalisht kërkon dhe mbështetjen e pushtetit vendor dhe qendror. A e shikoni të mjaftueshëm gjithë punën që kanë bërë institucionet për të vënë në lëvizje gjithë problematikat e këtij komuniteti ndër vite? Nëse e them që në nivel kombëtar, për sa i përket pushtetit qendror, normalisht që ka një vëmendje sepse janë krijuar dokumente të rëndësishme që ka qenë plani i veprimit për zhvillimin e integrimit e komunitetit rom dhe Egyptian. Është një plan i përbashkët për ta zhvilluar këto dy komunitete, pasi janë dy nga komunitetet më me pak zhvillim dhe vëmendje për së vërtetës, por në aspektin e pushtetit lokal në Bashkinë e Luqës, unë si ferit dhe përfaqësues i këtij komuniteti e kam parë këtë lloj mbështetje në të gjitha aspektet, pavarësisht se problematika e këtij komuniteti nuk është se është e zauruar e gjitha problemet janë aty, por fal mbështetjes së drejtanishme dhe shpresojmë që Bashkia e Luqës, ndryshe nga bashkitë e tjera, që ka një plan të dedikuar për zhvillimin e integrimit të këtij minoriteti të Bashkisë Luqë, shpresoj që ky plan, nëse zbatohet i gjithë ashtu siç është shkruar në letër, ne mendojmë dhe shpresojmë që të minimizohen sadopak këto problematika. Thirrja juaj vjen vetëm për një institucion Bashkisë Luqës apo është një thirrje për të gjitha bashkitë në shkallë republike për të vlerësuar komunitetin rom? Jo, Bashkia e Luqës e bëra si një shembull e cila ka një nisëm dhe qasje pozitive ndër këtij komuniteti. Kjo është thirrje për të gjithë bashkitë kudo që jeton komuniteti rom, pasi ne kemi një shtrirje goxha të gjerë që nga Saranda, nga Maliq dhe deri në Shkodër.
Kështu që të gjitha këto bashki duhet të kthejnë vëmendje nga ky komunitet se ne jemi pjesë e kësaj shoqërie dhe ne s'mund të veçohemi dhe të jemi aty si një shoqëri rome e degraduar e pa zhvilluar, sepse fundit ne në mënyrën tonë kemi kontribuar për zhvillimin dhe integrimin e këtij vendit. Faleminderit juve. Po më jetoj dot me veti 7 qam. 5 kalamajt dhe unë burrë grua. Me kallçuqe, plastike po punojmë. Po më jetojmë. Shteti nuk vedor mbi ne. Përveç punës tuaj që blithni kështu kanaqe e gjera, keni të ardhur të tjera? Jo, asnjë të ardhur, vetëm me një ndihmë ekonomike. Edhe ajo s'po del me ndër muhabeti për biblina për kalamajt. Qa moshe i kesh të 5 fëmijët? I kam të mitur. Djalin e madhe kam 9 vjeç, pastaj të tjerët janë të vegjël. Nuk kam mundësi ekonomike, s'kam fuqi. Në shkollë çon djalin? Po, e çoj, është klas 4 si vjet. Mezi po e përballoj. Edhe ato karazhe që po shesim, sa nxjerrim bukë gjellë. Se gjë tjetër nuk nxjerrim dot. Për shtëpia s'bën fjalë që të mund të bëj. Jo. A Për ke shtëpi kërkuar pranë institucioneve vendore që të ndihmojnë me një bonus qiraja apo me për të bërë një? na është me bonus qiraja, po nuk kanë ai për mundësia, sepse tjetri nuk të lë shtëpinë në atë se dua unë. Tani shteti pak të mendoj për ne të paktën. Se ne jemi halli xhinj, kur vin ponat ke zgjedhjet e këto vin me vrapata na e kërkojnë. S'po bën një rrugë. Kjo është shtëpia juaj? Po. S'kemi të ardhur neve. Shtëpia pikon, o bori këtu mbushet nga ujrat e zeza se janë qarë. Tubat ato të ujt janë qarë atje se njerëzit. Tani ca që kanë e blejnë ujë, ato që s'kan pinë për qizmat. Nga jo, në për bidonave në kalamajt. Ka zani vura unë që po laj robat, s'kam. Çfarë të ardhur keni? Si gjë, burin e kam smuresh me kancer brenda. Ku të vete? S'ka. Qa do bëjmë? Të ardhurat Jo, fare. çau shjeni? Iq, me plasmasjeve të quni. Unë 100.000 lek pension kam s'kam. Do marr hilaqet e mija, po do ha me dopim. Mi që na japin veresi na presin. Bere Qaves. Merë këte je pande. Nuk keni ndihmuar kështu me një Jo, fare. Fare, asnjë gjë, fare. Asnjë gjë, kush t'jep? S'tjep njeri. Quni vete për kanaqe, për plasmase të ande, për bidona. Po sodhi mi, po nuk sodhi do rrim. Qa të bëjmë, ne s'kemi të ardhur. Jam 13 veta, po qunat i kam të ndara, unë jetoj me plakun aty, qa bie jashtë bie brenda mua. Unë po flemër dhe nuk kam, brenda janë loma bosh, janë loma të ngushta, edhe të vi miku ku do flej. Nuk kam vend, jam shumë ngusht, për kraja nuk kam, me një pension që marron jam invalide grupi 6, grupi 2, jam invalide 100.000 lek, mund që të bëjmë me 100.000 lek, të marrë ilaqet e mija, apo të bëja të punë. Po të Nuk kam pësuar nga kushte. familja juaj keni? Jo, jam kështu. Po fëmijët të cilët kanë vazhduar shkollën e mesme apo të natën? Mësimi, qëni madh, edhe i vogli që është në Greqi, a i shikon hallet e vete, beri shpinë e vete, oha. Kush punon për vete. Unë, pleqeri jam e Cyrik, jam i valite grupit, edhe nuk më tanë në ato, nuk i kam kushtet që të rrugulloj shpinë. Aq takat kam, nuk kam takat me. Jam 63 vjeç. Komunitet rom nuk kemi. Rrugë, jo. Ndërtesat siç po e shikoni janë të rënuara, po kështu, nuk kemi ndihmë nga shteti. Paktën shteti mendoj për ne. Sepse edhe ne, siç na e kërkon shteti, duhet kërkojmë edhe ne drejtat tona. Kështu që shteti po ka mundësi të vetë dorën në zemër, paktën sepse janë kalamaj. Vetëm për ato kalamaj. Po mbijetojmë tani. Mirë ujë, këto gjërat, po. Ne s'kemi kanalizim edhe. Shiko, po rrinë kalamajt me në muhabetin në për fekale. Del puset e tje, del në kanal. Edhe këto me forcat e mje, po i kanë bërë që po i kanë ujë atje. S'ka, dhe. O, shtet, je shtet, dhe. Institucionin dhe keni këshuja, beter fare. Mendoni për njerëzit, sepse do i keni nevojën atyreve.
Hala vesh iki zbathur kalojnë ujë. Ndërsa ata kalojnë me këpucë të lustruara këtu. Edhe për ne s'mendojnë. Hedhin hallën e vetë ata dhe ikin. Për ne nuk mendojnë ata. S'ka asnjë lloj zgjedhje. Para jush, jam nga stënipat e Gongut e Vite Lumbardit. Kur nuk isha Luta preko sveta Kam pecuna. Dëgjoj, se ne na duhet ferit. Ke shpilli që marrojnë punë? Ja, e la gjatë ty. Po e kujtë, po një vetë apo. Ku do bëhet ta dreka që s'fjellqimin unë? Qa veni sot e? Në kratë ti e se i korali, po si dhe kini se marru telefon për shajtë. E mirë, hajtë. vetëm të falë savargje e të marrë duar trokitje tuaja në këmbim. Kaq më mjafton për të qenë i lumtur. Ju falë. Marë parasysh edhe mesazhet për cilat ata përcjellën dhe një event i tillë në datën 11 e 12 Kalofshit mirë. Po tash 20 herë më ishte një çik çuni më. La kana mai pangën, belik të punë. Çala bëj.
Mbaruam, ikëm. Kalofsh. Hajde punë të mbar.